gjithëve, miq të dashur, mirë se erdhët. Mëngjesi kësaj dite të njëjtë na ka ritakuar në të njëjtën orë. Kati këtuja? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur. Sa po filloi sigla, Kati se nga më zhduka ndaj mbrapa, fillova se erdha. Çfarë po bëja? Po ja, mora këtë drasën këtu se më duhet për të prerë këto perimet që t'i bëjmë gati. Atëherë më përpara le t'u themi një mirëmëngjes anvisave. T'ju urojmë një ditë të bukur dhe t'i ftojmë këtu tek këndi jonë i gatimit për të parë receta që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sot kam menduar të bëjmë, si thua, edhe pica. Por më e rëndësishme është kjo supa me mish dhe kam mish të cilën nuk është thjesht turp, po është me kocka dhe janë të përra kështu në copëza të vogla. Një supë them unë që është të shëron, është shërim, është ilaç, sepse nuk është vetëm mishi me kockën dhe këtë që kemi nevojë tani në kohë e dimrit të përdorim këto lloj suprash, por janë këto speca që kanë vitaminat që ju i dini më tani, qoftë jeshilja, qoftë kuqe, se cila nga këto ka vlerat e veta ushqimore, qep të thatë, qep të njomë, dhe një copës preshë, bishta, majdanozi, kam ginger, kam këtë miksin e erëzave këtu, nëse doni për shumë dhe s'keni probleme me stomakun apo me këto problemet e tjera, mund të përdoni spec djegës, që unë kam edhe fara speci, por kam edhe kështu specat vogla, që mund t'i një brëndat e supa, piper të kuqë, sigurisht që do të kem limon, do të kem hudhra, po 5-6 kokra hudhra, do me thënë, për ta hedhur brënda. Të gjitha do t'ja shtojnë? Do t'ja hedhim të gjitha, thamë për punë e gjingerit. Gjalp edhe një lugë vaj, një lugë gjalp, një lugë vaj, asë një gjë më tepër. Këto janë për bërësit, por nuk do t'ja hedhim shumë në copëza të mëdha, as do t'a grim në fund fare, do ju tregoj tani mënyrën se si do të bëhet, që të bëhet, do me thënë, një supë shumë e mirë dhe e shëndetshme. Fillimisht do t'fillojmë, do t'hedhim pra marim të një pjesë të specit. E ku kisha një enë që të hedhim, ja. Për të hedhur mbeturina. Ta mbajmë të hedhim. Kemi filluar me supën. Kjo është receta e parë, ndërkohë të tjera do t'i zbulojmë në vazhdim. Thamë që do të kemi edhe pica, po si gjithmonë kemi edhe një alternativ tjetër që Kati na e mban ashtu rezervë edhe nëse na del koha ne e përgatisim. Këto janë dy recetat kryesore të ditës së sotme. Do ta nisim me një supë, jemi në sezon vjeshte, kështu që sa më shumë freskojnë temperaturat, aq edhe më të nevojshme kemi që ta nisim vaktin e drekës me një pjatë ngrohtë me një supë që është gjithmonë shumë e shëndetshme dhe për më tepër, siç Kati tha, të shëronja këto supat antivirale që antigripi quajmë në përditshmërinë tonë. Janë shumë të mira. Që kemi të nevojshme, ti konsumojmë. Bishtat e majdanozit, majdanoz të freskët në fund fare. Atëherë, çfarë shkruam aty se po flisem dhe? Kemi presh, kemi specie jeshile, spec të kuq, bishtat e majdanozit, kem këto. Tani do të hedhim me që mundot kjo qepa e kuqe, jo se është me doje mos, të shtojmë edhe një pjesë të kësaj fillimisht, se do i tregoj dhe me thënë se si bëhet në hapa kjo lloj grirje këtu. Çfarë kemi tjetër? Edhe këto erzat, që këto erzat i hedh direkt këtu tek pjesa e mishi. Nuk ka nevojë t'i kalojmë në blender. Thamë për punën e erzave. Edhe shumë mirë. Vaj. Që na ndihmon edhe për të grirë. Të grirë, po. Tani vendosim këtë. Ta marrim më këtë. Nuk të vjen priza? Jo. S'ka gjë. Shumë mirë. Dhe kështu në pak sekonda na i bëm gati. Do t'i hedhim këtu se na duhet prap kjo. Në fillim fare, na duhet kështu. Që edhe mos të ndihen këto brenda, do bëhet një lëng shumë i mirë dhe nuk do të ndihet. Tu s'kemi hedhur akoma edhe krip. Edhe krip. Por s'ka gjë se kripën e hedhim pak më vonë, se kam tek pjesa e miksit e erzave që përmban krip. Kripën e hedhim dhe pak më vonë. Atëherë këtë e shtojmë në tenxhere, duke hedhur edhe një lugë gjalp. Hedhim edhe këtë masë
që kemi përgatitur. Shtu, në tenxhere, pa i vendosur në zjarë. Jo, në zjarë do t'i vendosim. Jo, okej, e kam fjallën që nuk ka nevojë të shkri gjalpi. Jo, gjithse ajo do të thotë do ka vërdisit. Okej. Do t'i vendosim, do me thënë, të shkri gjalpi tani, të aromatizohen, dhe sa të na bëhet kjo ne, do të bëj pjesën tjetër të pregatitjes. Anila, nuk e di, do të lexojmë atë, apo të bëjmë edhe... I lexojmë, thjesht po shikoja sobën, se më duket se krahun andeje kemi... Jo, thjesht ka qenë temperatura e ullët, ndaj nuk dukej e kushja e sobës. Po, i lexojmë recetat, patjetër, që në fillim, ndaj i kërkoni, doni t'ja u rikthejmë, t'i lëm pak më gjatë në ekran, kështu që pse jo të mos i lexojmë që në fillim ka nisur gatimi dhe këto janë recetat e ditës së sotme. Supë dimrore me vitamina për virozat. Na duhet 1 kilogram mishviçi me kock, 3 speca të kuq, 2 qep mesatare, 2 qep të njoma, 6 telpinj hudhra, 1 copës ginger, 1 lug mix erzash, turmerik, rigon, rozmarin, dafin, piper të kuq speci, majdanoz, krip piper, 1 lug gjalp, 1 lug vaj, 1 limon dhe 2 litra ujë. Do të bëjmë gjithashtu një picë me prosciutto e kërpudha. Na duhet për brumin, për bazën e picës, 500 gram miell, 320 ml ujë të vakët, 1 lug maja, 1 lug sheqer, 2 lug vaj, 1 lug krip, ndërsa mbushjen, sigurisht që mbetet gjithmonë sipas dëshirës, por ne do ta bëjmë me djath për pica, speca, salcë domatesh, prosciutto e kërpudha. Sa herë që kemi përmendur variantet e ndryshme të miellit tola nga kompania Atlas, sigurisht që mielli për çdo përdorim mban vendin e parë dhe ne e dim, ndaj gjithmonë e vendosim të parin në rreshtin e rafteve tona, siç e mbani edhe ju në kuzhinë, siç e gjeni edhe në përmarkete, sepse pa diskutim që është ky mielli që mund të përdoret në të gjitha llojet e gatimeve. Por sot, meqense ne do të përgatisim pica, unë nuk do lija pa ju përmendur po kaq të rëndësishëm edhe miellin për pica, duke qenë se është një recetë që familjet e përgatisin shpesh në mënyrë të veçantë ata që kanë fëmijë, pra kanë një tjetër lezet ai brumi i përgatitur në shtëpi, ajo pica e pjekur ku shpesh edhe në formë lloje me fëmijët mbushet sipas dëshirës dhe shijeve të tyre. Kështu që pse jo edhe ju sot mos përgatisni një picë vet në shtëpi, pikërisht me këtë miellin për pica që ka edhe picën në figurë, por meqense jemi tek variantet e miellit Ola dhe tek kompania Atlas, më tej nuk mbeten edhe variante të tjera, po ka ishte domosdoshme edhe të sigurta, siç është mielli i mistrit i bardh, mielli i mistrit i verdh, mielli integral, mielli bio me paketimin e gjelbër, mielli i ëmbëlsirave ku ka brenda gjithashtu edhe shije të ndryshme si të portokallit, të çokoladës, të vaniljes, ka pluhurin fryrës, vjen në paketime të vogla prej 500 gramësh, aq sa ju duhet kryesisht në përgatitjen e recetave. Dhe gjithmonë pas çdo paketimi keni edhe një mënyrë përdorimi, pse jo edhe një recetë për ta lexuar edhe për ta gatuar në shtëpi. Do të doja të merrja përsëri disa sekonda kohë për të përmendur edhe për t'ju treguar se cilët janë përbërësit e tjerë që ne gatuajmë në kuzhinën tonë në Vila 24. Ditën e mëngjes e nisim me një mëngjes të ushqyeshëm, me proteina, me vitamina, me një plan ideal, sepse është pikërisht Veza O Vital që na e ka siguruar këtë plan të nisjes së ditës dhe na e ka bërë vaktin e mëngjesit jo vetëm shumë të shëndetshëm, por të shpejt gjithashtu edhe të shijshëm. Na vjen në ndihmë në paketime të ndryshme që nga 8 deri në 15 kokra, sigurisht për të përshtatur të gjitha numrit të pjesëtarëve të familjes që ju jeni, sa shpesh e konsumoni etj. E rëndësishme është që veza e bardhë, veza e kuqe, 8 kokra apo 15 kokra, Veza O Vital vjen me cilësi në 4 stin. E nisëm supën me një lug gjalp, duket thjesht një lug gjalp, po që bën diferencë për aq kohë sa ne i përgatisim gjellërat tona, gatimet tona me kompaninë Lufra, me produktet e Bulmetit që mbajnë vendin e parë në tregun shqiptar, sigurisht duke nisur nga më i konsumueshmi qumshti, besoj është gjithmonë në frigorifer, i cili vjen edhe në logon Tradita dhe unë e preferoj shumë sepse është 100% ai qumshi që ne na mungon në shije kur e provojmë. Sigurisht dhe kosi Tradita është po kaq i shishëm, por natyrisht që kosi qumshti vjen edhe në variante të tjera, kosi në mënyrë të veçantë vjen në paketime më të vogla, në formën
atyre tasave që janë një përdorimër, si që quajmë, sepse hapen dhe konsumohen po aty, por sigurisht që është edhe kosin në gramatur më të madhe, në formën e shisheve, dhala gjithashtu, kefiri një produkt tjetër që duhet ta provoni dhe që përfitoni probiotikët super të shëndetshëm natyral për organizmin tuaj. Pizzat, unë do preferoja të bëja me salqiqe, sepse thjesht pak domate, ndonjë erëz dhe salqiqet e pulës Woody do të bënin një shije perfekte për ta preferuar nga të gjithë. Sigurisht që sanduiqet, paninet e shpejta për t'i marrë me vete në shkollë, disa salqiqe në zgarë për të kaluar mbrëmjet, kryesisht gjatë fundjavës kur preferojmë të dalim edhe në natyrë. Aja në sjell gjithmonë gëzim dhe salqiqet Woody në sjellin atë shijen e papërsëritshme teksa konsumojmë dhe na bëhet kështu e gjithë familja bashk. Kati po më pret dhe kaloj me një herë tek gatimi i një supe antivirale. Atëre të dashur anvisa, si që pat në fillim fare, ne kemi grirë në një makinë grishte, ose nëse nuk keni, mund t'i grini në kubik shumë të vogla. Do me thonë, duaj që mos të duken përbërësit që kemi brënda, duaj që të shijojmë atë lëngun e shishëm në momentin që do t'a konsumojmë. Edhe këto copzat e mishit. Pra, thash për pjesën e mishit, kemi edhe me koc, edhe me tule. Mund t'a thoni aty ku e merrni për shumë, tu apres në copzat të vogla, për të konsumuar, do me thëmë për të marrë atë shijen e kockave dhe shijen e mishit. Tani, kavërdisje lehtë është bërë tani për momentin, të cilën, si që shikoni, është bërë gati, sepse është bërë një kavërdisje lehtë me atë gjalpin edhe me vajnë që kishin vendosur brënda. Tani, është momenti i dytë që duhet të shtojmë tek supa dhe ta lëmë pastaj që të bëhet avash në tenxhere. Që do të thotë? Tu tani tek makina grisë, do të hedhim hudhrat. 4-5 thelpinj hudhër janë mirë për ta hedhur. Nuk është shumë, sepse thash që nuk do të ndihet në mënyrën se si e bëjmë, do të marrim është një supë me shumë vlera ushqimore. Vlerat ushqimore të hudhrave, të specave, të gjingjerit, të këtyre erzave që përdorë, të mishit patjetër, proteina, vitamina, kemi këtu copzën e gjingjerit, që e kam pastruar tani, ta hedhim edhe këtë brënda. Do t'i bëjmë të gjitha një grirje, do të shtojmë qepën. Kjo është lëngë supe, por me vlera, me shumë vlera madje. Edhe këtë pjesën tjetër, do të hedhim edhe nëse kemi këto qepët e njoma tjetër, shije, ngjyrë. Shpesh na mbesin kështu copëza perimesh në shtëpi, një gjysmë speci, idea më e mirë për ta përgatitur. Kështu edhe i konsumojmë, pra nuk i çojmë dëm këto gjysmat e perimeve që mund të na ngelin gjatë kohës që gatuajmë. Ujë të nxehtë, se me ujë të nxehtë duhet të vazhdojmë brenda tani te supa. Po dhe një çiksi më tepër. Ja hedhim këtu. Kujdes se mos të bie. Okej. I grim dhe këto tani. Ke shtuar shumë ujë ka të. Ndërkohë, po shikoja që brumin e pizzave ne e kemi bërë në fyrim. I hedhim një stynë, ndërkohë që ka të grinë perimet, dhe të shohim pak se sa të këndshëm duken. Kanë ardhur, e dalloni besoj. Ka të gjithmonë kujdeset që ti mbështjell me një qese kuzhine, ti mbuloj me një pecet. Atëre, ky është edhe lëngu me vlera, me vitamina. E hedhim edhe këto, të gjithin. Edhe pak tjetër. Do të lëmë të zjerë, do të fillimisht të marri pak val, edhe pastaj do të lëmë të zjerë në temperaturë të ullët në mesatare, sa të tretet plotësisht mishi, edhe të bëhaj, do me thënë tjetë gati për ta konsumuar. Okej. Pra, supa
Po thuaj se është e gatuar, pra i rregullimi i fundit do të mbetet me... Do të keni një shije që nuk di çfarë t'ju them. Ashtu, a? Nuk di çfarë t'ju them, do me thënë një shije fantastike, po pse mos të ketë me gjithë të gjëra që neve hodhëm brenda. Tani e mbuloj me kapak, shikojeni se sa e mirë, do të ketë ngjyrën e mirë, do të ketë, si thua, shijen që nuk do ta krahasoni me asnjë lloj supe tjetër dhe t'ju them, shërim. T'ju them, ç'të hani? Ç'të hani, shërim. Kjo është preja katit, ç'të hani? Në fund fare pastaj me lëng limoni, si për lëngun e limonit, majdanoz të grirë, do me thënë të freskët, dhe keni gati. Pastaj për punën e specës neve hodhëm brenda, nuk ka nevojë që të shtojmë tjetër. Pra këto ishin përbërësit, pak përbërës, po shumë shije. Mënyra e kombinimit është ajo që e bën të veçantë këtë supë. Do të merremi me pica tani, çfarë do bëjmë? Po. Neve do të fillojmë, do të përgatisim një picë për ta vendosur në furrë, do të tregoj mënyrën se si do ta vendosim. Pastaj do fillojmë, do përgatisim brumin, do bëjmë një 2 variante picash. Dhe nëse do na dali koha pastaj bëjmë ndonjë gjë tjetër. Do shohim në varësi të kohës që kemi në dispozicion. Që mund të përgatisim. Patjetër. Atëherë, sa ku kanë brumi e picave që ka ardhur? Të dashur Anvisa, unë fillimisht e kam filluar, e kam përgatitur, e kam zënë brumin, e kisha lënë tek ena e madhe, do me thonë që erdhi, pastaj e hoqa nga ena, e bëra, e ndava këshu në pjesë për pica, mund të bëni do me thonë në këto picat, varet nga tavat që keni. Nëse për punën e brumit. I lam, tani s'kan këtu, sa kemi, 20 minuta, 25, viçka ti po. Sepse kur vjen një herë, për herë të dytë vjen shumë shpejt. Edhe kur kemi dhe ambientin të ngrohtë si puna jonë këtu, atëherë ato vjen shumë shpejt. Kështu që fillimisht ta lëni për 1 orë, 1 orë e 20, do me thënë që të vi mirë brumi. Pastaj e uli, e bëni kështu e ndani, do me thënë në proporcione për të përgatitur picat, e lëni të rivi dhe kemi gati tani që ta fillojmë dhe ta përgatisim, do me thënë t'i përgatisim këto. Unë kam menduar, do me thënë që t'i sjell pak ndryshe, që do të thotë, do të vendosë në furrë një tavë të cilën, ja ta tregojmë se si kemi vendosur, dhe ta lëmë që të nxehet. Po, edhe vendosa poshtë me qëllim që të kemë mundësi që ta, vendosëm në furrë një tavën e kuzhinës dhe e kam kthyer kështu përmbys. Që vendosim ta kemi si bazë për picën, që vendosim picën lart. Pra, e kemi kthyer përmbys tavën. Po. Do ta lëmë të ngrohet, do të hapim picën dhe do ta vendosim mbi tavë. Okej. Atëherë ne do të marrim një. Dhe për të hapur këtë, do ta bëjmë me miell misri. Dhe krijon edhe ato korën e këndshme pica. Brumi dallohet shiko se sa, do me thënë, kur krijon këto flluckat kështu, brumi do me thënë është i ardhur tamam. Ashtu siç duhet. Po. Fillimisht bëjmë këtë. Se keni ide se sa mirë do të bëhen. Po, duket që në famje, një brumi flluckat që ka. Hapim me duar gjithmonë brumin e picave. Ne do ta mbushim, këtu kemi prosciutto, kemi domate në feta, specie shill, domate të freskët por të grirë për të lyer picën, e sigurisht që në fund do ta mbuloj me djathin kaçkavall të grirë të lufrës, me këtë, edhe i jep shumë shije, krijon edhe atë korën e këndshme nga sipër. Si po duket? Ja, do të bëj këtë rrethoren, se kam qef kur bën këtë pjesën e sipër, nuk e di këto mielli mos na pengon aty apo jo. Jo, duket. Në rregull. Tani varet se sa e duam, do me thënë, tjetë pak më e hollë, tjetë pak më e plot. Por ky brumi jon është bërë goxha i mirë, kështu që... Shumë mirë duket. Do të ndalë një picë shumë e mirë. Ne këtë masë kemi tani, për këtë masë.
mendojmë që ta bëjmë. Tani këtu, unë kam bërë, do me thënë, një salcë domate që mund të pregatisni me pak hudhër, me borzilok brënda, nëse doni të shtoni pak qep, një mix erzash për të aromatizuar salcën, nëse doni të bëni thjesht me ketchup, ose me ndonjë tesht pure domate, kjo është zgjedhja juaj. Momenti tani që ta mbushim. Anila, sipila më gëshërë që të presim dhe nga ky djathi tjetër, përveç se djath picash, do të edhe pak djath për ta aromatizuar. Të mendosim edhe këto. Kemi gati. Dhe nuk kemi nevojë për gërshër, sepse ka të vendin e vet ku hapet dhe mbyllet prapë me e mbyllim, edhe vendosim në frigorifer për ta përdorur një herë tjetër, nuk merr më ajër, kështu që është shumë i sigurt si paketim. Tani. Hedh pak nga ky djathi, do t'i hedh ca gjethe borziloku. Kjo do t'a bëjmë me djatha, gjethe borziloku me spec domate. Okej. Edhe do bëjmë dhe një tjetër pastaj me ato prosciutto. Me prosciutto. Po më pëlqen kjo me borzilok. Tomate borzilok, po. Jemi tek ajo pizza klasike, tek e thjeshta po themi, pa shumë ngarkesa, por është vërtet shumë e shishme. Sa aromë të mirë bin nga borziloku. Djathin. Vendosim dhe nga ky. Tham për punën e mbushjes, anvisat e bëjnë kanë zgjedhjet e tyre. Po. Ti hedhim dhe pak nga ky. Jo vetëm zgjidhje, po shpesh edhe me çfarë ka mbetur në shtëpi. Mund të keni mix djathrash, mund të keni mix prosciuttërash, i bëni bashkë edhe akoma dhe fileto pule nëse kemi, është përsëri e njëjta gjë që kemi mundësi, do me thënë, për ta përgatitur, dhe kur kemi fileto pule, më pëlqen të shtojmë edhe pak pana në fileton e pulës, edhe ashtu. Tani e marrim dhe do ta vendosim në furrë. Po, do ta marrim dhe ta vendosim në furrë dhe do ta shikojmë një çik. Do të bëjmë edhe atë shkëputjen tonë të pjesës së parë nga këndi i gatimit, sigurisht për të rikthyer përsëri, sepse kemi të tjera e nxehtë. Prit Anila të më duket pak mirë. Në moment do ta... Po, tani këtu. Si do ta ngresh ti ashtu? Kjo djel. Prandaj thash, shika, kat. E kuptuam, do ta ngrëm picën, do ta vendosim në tap, do ta vëmë në furrë. Do të marrim një... Kështu që ne e marrim një kur të shkëputemi, edhe kur të kthehemi ju a tregojmë të gjithë. Sigurisht do përgatisim edhe mbushje të tjera, kemi supën për të mbaruar, mos u largoni, ne kthehemi përsëri. Jemi rikthyer në studio, ne vazhdojmë të jemi live, vazhdojmë të jemi në këndin tonë të gatimit, aty kush do ditë nga hëna në të premte përgatisim receta të shpejta, ekonomike, tradicionale dhe plot shije, sigurisht të menduara e të përgatitura nga Katerina, dhe sot kemi nisur ditën me përgatitjen e një supe shumë të shijshme e të shëndetshme, me mishe dhe me perime, të sjellë në një formë ndryshe në fakt, të cilën do ta ripërsërisim kur të jetë momenti. Tani është koha që të rikthehemi picave, meqense sot në kuzhinë po përgatisim picat, të cilat i kemi vendosur 2 në furrë, do t'i nxjerrim pas pak kur të jenë gati, dhe tani është momenti që të fokusohemi tek e treta. Mbushjen e tyre ju mund ta bëni sipas dëshirës, pas pak do të rikthejmë në ekran edhe recetën e gramaturave përkatëse se sa ne kemi përdorur qoftë miell, qoftë përbërës të tjerë për realizimin e këtij brumi, i cili duhet të vijë sigurisht dhe të jetë në këtë trajtën që ne po shohim, hapet lehtësisht me duar, hapjen e brumit të picave Kati e bën me mielnin e mistrit, sepse duke qenë se vjen pak i ashpër, po ka krijon ato atë bazën, edhe e mban më të fortë, domethënë edhe sigurisht që edhe piqet më mirë. Tani ne na ka ngelur edhe një brum tjetër këtu, me që njëra është gati, domethënë në përfundim për tu sjell dhe për të nxjerrë kjo poshtë, e përgatisim edhe këtë, dhe këtë e bëjmë nga këto prosciutta tani. Okej.
me që e pam, nuk e kishim shumë kollaj për ta hequr. Do ta bëjmë në një tafë që kemi mundësi që ta nxjerrim direkt, domethënë ta hedhim. Okej. Kështu që e bëjmë këtu me miell nisi. Okej. Vazhdojmë me hapjen. E punojmë, si thamë, në pjesën e pasme të një tave, për ta pjekur ashtu me njëherë në furrë. Pra këtu hapim brumin, këtu i japim formën e dëshiruar dhe trashësinë picës, dhe po këtu e Të mbushim. dëshiruar edhe për punën e kësaj, sepse ka që i bëjmë shumë të holla, ka që i bëjmë edhe kështu më të plota. Po, si që po i bëjmë ne. Dhe picat e shtëpisë kryesisht vinë kështu, vinë pak të buta Ne edhe në dallohen shtëpi që janë. zakonisht i bëjmë kështu pak më të plota, të kemi buke gjellë, kur thonë. Të na ngopin. Të na ngopin ashtu si themi. Okej. Ta bëjmë këtë më mirë që të Krijojmë atë pjesën e kores. Okej. dhe kemi gati. Kjo e shikojmë që sa qëndron, aq edhe vjen. Është bërë brumi mirë, prandaj ku krijon këto fllucka, do të thotë që brumi ka ardhur tamam ashtu siç duhet. Po. Pra janë pica të cilat përgatitim në kushtet e shtëpisë, nuk janë ato pica që bëhen në picari. Se kanë tjetër procedurë, domethënë qoftë brum, Patjetër. Ne nuk do bëjmë atë hapjen e brumit tjetër, ta fluturojmë në ajër. tjetër teknologji, po dhe në mënyrën e të përdorimit të brumit, domethënë, kanë tjetër. Ne i bëjmë ashtu, si thuash, të mendojmë se kemi ato picat. Okej. Tu mendoj të mos shtoj borzilok, me qënë se... Okej, i bëjmë patjetër, i bëjmë me shije të ndryshme. Se pica ka edhe një të mirë, që pasi do të prihet në disa racione, mund të bëjmë edhe shkëmbime. Na u bëgati të heqim prit. Sa është fryrë ajo. Të dyja në fakt më duken të pjekura. Tash të vinë të kjo, por... Kështu ne do të lirojmë edhe tavën, edhe furrën për të vendosur tavën e tretë, picën e tretë që përgatitëm. Okej. Këtu do ta vëmë? Po ta vendosim këtu. Të marrë të lutem atë pjatën, Po. që ta nxjerr direkt edhe ta vendosim Vetëm me pjatë. kujdes. Të duhet doreza? Okej. Jo. Pica e parë është gati. Ja. Shumë e mirë që ka bërë. Shikoj në pak se e mirë duket. Edhe pjeku, edhe nga pjesa e fundit, është bërë kështu krokante. Mos e luajmë tani se Jo, nuk sa e po luajmë. është pjekur. E lëm pak Aromën e të ka ftohtë, të shumë mirë. të mirë e ka. Shumë të mirë. Edhe, po duam Edhe pastaj që... djathi kaçkavall që ka shkrirë, edhe ndihet aroma, por edhe e dalloni që ka bërë krokante nga sipër. Ta heqim këtu se... Aty, po, jo, sem për këto gjethet e borzilokut, që mund t'i hedhim edhe tani në momentin e fundit. Kupton kështu. Që duam kur e kemi në momentin për ta servirur. Gjithmonë i bëjmë kështu të freskëta në ujë. Që të kemi mundësi t'i servirim. Tani heqim diku këtu këtë. Atëherë kjo është gati për ta servirur, për ta konsumuar. Po. Se gjithmonë pica konsumohen të E ngrohta. ngrohtë. Tani, me çfarë duan, fëmijët e duan me një... Faktikisht neve me Coca-Cola, nuk është se është gjëja më e mirë të ashtu. Kur shoqërohen me pjetë gazuara, e mirë, tani picat nuk janë një produkt që nuk është një ushqim që konsumohet çdo ditë. Kështu që një herë në kaq, e konsumojmë. kur i lejojmë vetes të hamë. E një në javë lejohet që të konsumojmë nga të gjitha. Çdo gjë. Është dita e pushimit. Është, po. Edhe në vakte. Po sigurisht që ne kemi edhe supën. Çdo gjë që është e ngrënshme, çdo gjë konsumohet. Ja hedhim pak, ta bëjmë çik të plot këtë, me që është e fundit. Ta hedhim malin apo bolle kemi?
Si të duash ti? Ta mbushim dhe shumë. E mbushim ashtu them edhe unë. Ti hedhim dhe këtë djathë. Do t'i vendos... Tani, doni t'a bëni me kërpudha, doni t'a bëni me speca, doni t'a bëni me... Me ullinjë, shkon shumë. Qëfar të doni juve? Qëfar të keni në shtëpi? I edhim të gjitha ne tani, ta bëjmë... O e bëjmë ose bëjmë këta. Okej. Kjo është pizza ekstra. Ekstra kjo. Pizza e shtëpis. Nga këto menut që eksperimentohen. Okej. Ta heqim edhe këta. Po. Anila hapet lutem këta? Hapim edhe paketimin e djathit kaçkavall të grirë për t'ja shtuar kështu pizzës së tretë që do të bëjmë sot dhe do të tregojmë edhe mënyrën e realizimit të brumit. Siç e kemi parë në recetë, do ta rikthejmë në fakt edhe recetën. Shkasin duart. U bë dhe tjetra. U bë dhe tjetra. Ka një të mirë që bëhen edhe shpejt. Pizzat përgatiten shpejt. Do të nxjerrim me gjithë tavë vanila? Dhe nxjerrësh me gjithë tavë? Po. Po, e kemi tavën e rrëmbullakët dhe kemi vend mjaftueshëm këtu për ta vendosur. E kemi në tavë këtë, po dhe këtu do ta kalojmë në pjatë. E lëm pak të ftohet edhe... Okej, në rregull, po e lëm. Atëherë, kemi tavën tjetër për vendosur. Ja, dhe pizza e dytë. Shumë e shishme duket. Kemi bërë si pizzeri sot. Vendosim edhe këtë. Shohim pak recetat në ekran. Çfarë po sjellim sot nga këndi i gatimit në Vila 24? Lexojmë recetat. Picë me prosciutto e kërpudha. Brum për bazën e pizzës. 500 gram miell, 320 ml ujë të vakët, 1 lugë maja, 1 lugë sheqer, 2 lugë vaj, 1 lugë krip. Këtë brumin do bëjmë tani për ta parë edhe ju se si do të përgatitet. Mbushjen sigurisht që mbetet sipas dëshirës tuaj, djathë për pica, speca, salcë domatesh, prosciutto, kërpudha, mund të shtoni djathë të bardhë, mund të shtoni ullinj. Çfarë ju të dëshironi dhe çfarë të jetë në shijen tuaj. Supa është me këto përbërës, do të rikthehemi për pak, sepse e kemi lënë të zihet me temperaturë të ulët. Supë dimrore me vitamina për virozat. Në duhet 1 kg mish viçi me kock, 3 speca të kuq, në duhet 1 qep mesatare, 2 qep të njoma, 6 thelpinj hudhra, 1 copës ginger, 1 lugë mix erzash, pra erzat mund të jenë si më poshtë, turmerik, rigon, rozmarin, dafin, piper të kuq speci, majdanoz, kripe piper sigurisht, na duhet 1 lugë gjalp, 1 lugë vaj, 1 limon dhe 2 litra ujë. Shpjegimin e supës, Kati do ta bëj edhe një herë kur ne të jemi në atë moment, ndërkohë unë po ju them se nëse doni ta shihni videon e plot, pra që nga fillimi, do duhet që pak minuta më vonë të klikoni në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose në Villa 24. Tek të dyja na gjeni dhe do të keni kështu edhe gatimin nga fillimi e deri në fund, duke qenë se në të dyja pjesët ka procese të ndryshme të përgatitjes së recetave, të cilat gjatë transmetimit live ju edhe mund t'i humbisni. Ndaj, në YouTube keni mundësinë ta ktheni, ta riktheni një video, ta ruani, ta shikoni një moment tjetër, të bëni një kalendar të vakteve tuaja, duke qenë se recetat dhe gatimet tona nuk janë vetëm për drek, por janë për të gjitha vaktet e ditës. Duke nisur nga mëngjesi me një petull të thjeshtë, me picat që mund të jenë pa diskutim një alternativë gjatë ditës për t'ia dhënë fëmijëve me vete në shkollë, në mbrëmje, pse jo, nëse e konsumoni darkën pak herët, gjithmonë duke patur kujdes ato që themi me Katerinën tek racionet, se vërtet mund të duket brum, por nëse hani nga pak nuk do të krijoj ato bezdisjen që ushqimet e rënda ndonjëherë na e krijojnë në orët e vona të ditës, dhe kjo supa sot mund të jetë vakti i ditës për sot apo ditët në vazhdim, sepse vërtet është supë i ka të gjitha brenda, ka edhe perimet, ka edhe mishin, ndaj është një pjatë e plotësuar që ndoshta thjesht me një sallatë të stinës do ta bënte drekën tuaj të shijshme dhe një ide të thjeshtë në përgatitje. Shumë mirë, Anila, tani neve do të marrim, do të përgatisim një brum, falem atandi, do vendosim këtu, falenderit. Lutem marrim një miell të pizzave. Miell për pizza, po. Sepse kemi bërë pizza, e sigurisht që kemi zgjedhur miellin për pizza.
Duhet ta hapim. Ta hapim. Ne kemi paketim të ri. Të marrim dhe ujin e ngrohtë. Të ngjitsen duhet ta ruajmë sepse ambalazhi është i menduar në fakt për të ruajtur sigurinë e miellit në raftet e kuzhinës tuaj, që nga ambalazhi që e mban, pra nuk kemi të bëjmë me letër në këtë rast. Gramaturën ju e keni këtu, nëse nuk orientojni me sy gjatë gatimeve, dhe siç thash, ngjitësja shërben pikërisht kur ju mbaroni së përdoruri, e riktheni të ngjitur edhe e ruani në kuzhinën tuaj përsëri për të qenë sa më i mbrojtur nga rrezet e dritës, nga insektet e ndryshme që ndodh i kemi në kuzhinë, nga lagështira gjithashtu. Po. Atëherë, të dashura Anvisa, si filloj për të përgatitur brumin e picës. Unë e bëj në këtë mënyrë, që do të thotë, hedhim fillimisht 500 gram miell, dhe në fillim fare, unë i hedh edhe kripën, që do të thotë, hedh kripën fillimisht, e përziej, dhe këtu në qendër pastaj, hap një boshllëk dhe hedh majan dhe sheqerin. Maja dhe sheqer. Kam majan dhe sheqerin, të cilën i hedh një herësh. 1, 2. Në me thënë, të qajt janë këto, si që pat nuk e kisha mbushur plotësisht lugën. Dhe këtu në qendër pastaj do të shtojmë edhe ujë të ngrohtë, do me thënë. Do ta lëni kështu të mbuluar me një pecet guzhine, në momentin që keni hedhur sheqerin dhe majan, ta mbuloni me një pecet guzhine të paktën 15-10 minuta dhe do të shikoni që ajo do të krijojë, domethënë, flluzka. Pa e trazuar me Pa e mielin, trazuar. Kjo kështu, është, domethënë, që majaja të filloj që të vi majaja. Mikroorganizmat e majas bashkë me sheqerin ndihmojnë që majaja të aktivizohet. E kuptoj. Edhe se mikroorganizma është majaja, nuk është diçka. Dhe në këtë moment, mbasi ajo ka filluar, domethënë do shikojmë që ka krijuar burza për 10 minuta, atëherë fillojmë edhe hedhim ujin tjetër, vajin ujin tjetër dhe plotësojmë derisa ajo të bëhet një brumë. Tani ne nuk do ta lëmë që të bëhet, domethënë ta lëm, por ju në shtëpi lëheni sepse bëhet, domethënë, ka atë efektin më të mirë për të përgatitur, domethënë të bëhet një brumë shumë i mirë dhe për të ardhur shumë mirë. Siç e pat dhe juve që ky brumi jon kishte ardhur jashtëzakonisht mirë, kishte krijuar, nëse brumi krijon ato flluzkat, do thotë është brumi tamam ashtu siç duhet i ardhur. Vërtet. Tani këtu unë pasi kem hedhur këtë, do të filloj tani, do të shtoj ujin në mënyrë graduale. Ju do të shikoni në bazë të masave që unë ju kam thënë, do të shtojmë 1 me 2 lugë vaj. Ka raste që këtë brumin e picave përgatisim edhe me qumësht, që del, domethënë, brumi shumë i butë. Në vend të ujit, hedhim një sasi qumësht dhe një, domethënë, gjysmë ujë, gjysmë qumësht. Ndoshta më tepër qumësht nëse doni që të bëhet më i butë. E trazojmë, derisa të shikojmë, domethënë, se sa ujë do të na duhet. Dhe pastaj punojmë me dorë. Shumë e rëndësishme tani edhe mënyra këtu, nëse themi që nuk duhen punuar në disa raste brumrat, këtu duhet ta punojmë mirë brumin. Madje duhet ta punojmë në tryezë, po, të shtruar. Kemi patur një kështu që prenim. Okej. Ta provojmë ta ndajmë një picë? Ja, mund ta marrësh Anila këtu. Edhe të heqim, kjo është më e plot, ajo është më e thjesht në home. mendova se edhe si bazë, domethënë për pjesën e ti heqim këtu tani edhe ta vendosim që ta punojmë. Dhe tregoj, domethënë, se si duhet punuar tani më brumi. Sa e mirë, ka shkrirë dhe djathë. Ti bëj pak më të vogla këto fetat. Si të duash, kemi plot. Po, thjesht duam të provojmë shije të ndryshme. Po, bëj me 8 racione, kështu si tradicionale.
Si po shkon? Ja, Mirë. do të punohet brumi në këtë mënyrë, do me thënë. Nëse shikojmë që na ngjit pakës, nuk shtojmë shumë miell, thjesht e pudrosim. Dhe fillojmë edhe e punojmë prapë. Ta heqim fare këtë që mos të na pengoj. Shojmë dhe picën tjetër. Ka filluar të bëhet në pjesët anësore, kështu që edhe pak do duhet që të nxjerrim nga fura. Kati na ka mbetur sot vetëm të nxjerrim numër telefoni dhe të na porosisim. Të porosisim dhe të ndajmë për pica të shpejta. Ja, kështu. Kjo është shumë e rëndësishme për punën e brumit. Edhe shikoni, do me thënë se sa elasticitet fitoj akoma pa ardhur. Shikoni që ngjit pak fare, do me thënë, thjesht një pudrosje, sepse keni nevojë që ta punoni. Jo miell shumë. Nuk duam të bëjmë një brum të fortë. Duhet një brum i butë, po thjesht duhet të punohet. Supën e ke fikur ti? E kam ullur temperaturën në Nila. Shojmë mirë që bëhet me supën. Kati kjo është e plotë, nuk... është e plotë, nuk është ujë dhe fare, po është si supë gjellë. Po, edhe aromën e ka shumë të mirë. Është dhe me copës dhe mishi. Por nuk duken me se është bërë. Thjesht ai që do ta shijoj do kuptoj. Janë grirë të gjitha. Janë të gjitha të grira dhe nuk do të kuptoj, do me thënë me çfarë është bërë. Ja kështu. Është bërë gati dhe e kemi tani neve për të vendosur në një enë. Tani s'ka më nevojë që të punohet, është punuar kaq shumë, ka fituar kaq elasticitet, që ajo do qëndroj dhe do vi dhe do bëhet një brum kaq i butë, që do ngjasoj me atë brumin e pizzerive. Po. Ja. Shiko tani. E kryojmë kështu. Me thënë sa kemi përdorë. Dhe vendosim në një enë, e mbulojmë me një membranë kuzhine. 400 gram na janë dashur nave. 400-500 gram, unë 400 bëra këtu tani. Po. Po edhe këtu me këtë brumit dalin 2 pica. Me këtë. Dalin 2, se do vi brumit. Do hapen, do me thënë, pica jo buk të holla. Po pra po, pica të holla. Se tani preferojnë më shumë të holla faktikisht. Okej. E të marim një enë tani ta vendosim, ta mbulojmë. Okej, këtë duhet të bëni edhe ju. Pra, ky është brumi dhe pastaj hapjen, mbushjen, pjekjen, ju e pat, sepse e bëm që në fillim edhe vazhdojmë madje të pjekim, i kemi 2 këtu në tryez, një e kemi në furr. Kaq besoj mjafton për shpjegimin e picave. Është një recetë që madomendja shumë prej zonjave e bëjnë në shtëpi. Megjithatë, mua më pëlqen fakti që pica ka dalë kaq e butë. Është e butë, është e shkrifët, është shumë e mirë. Vendosim këtu, do marrim një membranë kuzhine, ta mbulojmë, pastrojmë tavolinën, dhe nëse kemi koha Nila, bëjmë do një petull, si thua. Unë sa po i përmenda në fakt që në recetat tona ka për të gjitha oraret e ditës dhe përbëta dhe petullat në fakt që janë kaq të mira për mëngjes. Ne besoj do të kemi kohë, por mendoj që të shërbejmë edhe supën, nëse e kemi gati kat. Po. Supa është gati. Edhe picën e tretë nga fura dhe pastaj duke parë minutazhin vendosim nëse do të bëjmë petulla. Gjatë kohës së publicitetit, Kati po më thoshte, teksa po flisnim pikërisht për mielërat në fakt, bisedat tona të zakonta në kuzhinë, që mielin të paketimin e vogël, të farinapit, që unë përgjithsisht e them si një kek ëmbëlsira, si një miell ëmbëlsirash apo përgatitjes së kekrave, ne mund ta përdorim shumë mirë edhe për realizimin e petullave, sepse i bën me një këtë aromën që mban, ne kemi zgjedhur portokallin sot, kështu që nëse do të kemi kohë do të bëjmë petulla me këtë mielin që ka edhe pluhurin fryrës, edhe me aromën e portokallit. Dhe i shërbejmë, mund të shtojmë edhe pak një lugë sheqer brenda. Ti bëjmë të ëmbla, do me thënë, jo plotësisht të ëmbla, do me thënë marri një shije të ëmbël dhe i ndihmon sheqeri dhe pastaj në fund fare nëse duam i shoqërojmë me mjaltë. Me mjaltë, me një reçel. Po, me ndonjë shurup, kështu që mund të mbani. Janë petulla të shpejta dhe bëjnë shumë të mira dhe shumë të shijshme. Madje, unë i hedhe një, si thua, pak lëng limoni që mos të thisin vaj.
Po, një sekret që ne e kemi thënë shumë shpesh. Nëse kemi kohë do t'i bëjmë, nëse s'do kemi kohë do t'i bëjmë një ditë tjetër. Ja, mbaroj me supën sot, mbaroj me recetën. Unë në t'i kam bërë gati se ajo nuk do shumë kohë që të na bëhet. Mirë, edhe unë uroj që të kemi kohë, të sjellim edhe një recetë petullash sot për të nisur ditën, pse jo ju që jeni në shtëpi edhe zgjoheni më vonë dhe jeni ende duke u marrë me mëngjesin, se ka shumë njerëz në fakt që zgjohen vonë nga gjumi. Edhe tani është orari për të konsumuar diçka, propozimi i bërjes së petullave të shpejta, do të ishte një mënyrë e këndshme e nisjes së ditës, një mënyrë e ëmbël. Ndërkohë, tregojmë edhe supën. Kjo s'është supë, po është jakni me kaq shije dhe me kaq vlera ushqimore brenda që nuk di çfarë t'ju them. Shumë e shijshme. Dhe nuk kuptohet, do me thënë veç se thjesht shija do jetë ajo, që do kuptohet me çfarë e kemi përgatitur. Lëngun e mirë. Okej. Tani, me fetë limoni, por nuk e di nëse të duhet ndonjë jeshillëk, sikur e do një gjë sipër, apo nuk i shkon? I shkon shumë edhe speci djegës, I shkon. kësaj lloje. Tani, nuk është se çdo gjë shkohet, nuk është s'kemi ndonjë gjethe të... Ja, kemi këtu. Duhet ta nxjerrim me Mendova se nuk ishim, po ja, pas kemi një Dhe me gjethe. çfarë shoh kohën kat, më duket se petullat do t'i lëm për... Nuk e kemi kohë? Këtë supën, mënyrën se si e përgatitëm, mos hezitoni ta përgatisni familje tuaja, se vërtet do meni një të lumshin duar. Të është vërtet një supë shumë e mirë, shumë e shëndetshme, tani për këto kohët e dimrit, për këto virozat, sepse siç e patë çfarë nuk ka brenda, çfarë produkte ushqimore që neve hodhëm brenda dhe i dhanë atë shijen, do me thënë plus shijen, por ato vlerat ushqimore që përmbajnë të gjitha produktet që neve përdorëm të pjesa e supës. Ta mbulojmë ta lëmë. E mbulojmë, nxjerrim edhe picën e tretë nga furra. Ta nxjerrim edhe atë. Është bërë me të poshon. Po, ka tjetër që është bërë, po. Marrim një tjetër pjatë anila dhe ta vendosim direkt në pjatë. Po. Ja, ku është? Me kujdes duart Kati. Kati do një nga ato? Ja, Kati është... Vetëm të fikim sopë. Me duar. Se e fikon, nuk ka gjë. E fikon. Po, është mos na digjet mjelli, se është tava e lyrë me mjell. Dhe kjo që Dhe ka jaku bërë. është pita e Dhe jaku jam. tretë. Dhe jaku Këtu nuk jam. kemi kursyer, e kemi... E kemi mbushur, e kemi tepruar pak. Tepruar, por edhe njëra, edhe tjetra, do me thënë të treja, me shije të ndryshme, por e rëndësishme është ky brumi që, do me thënë, shiko se sa i mi që është. Shiko. Shiko si është brenda, që kryon këto boshllëke, do me thënë. Atëherë themi që kemi një brum të mirë për pizzat. Kati, na hape oreksin. Po ti po të nxehtën, more. Kjo ishte e ftohtë. Ja ta provojmë një herë para se ta mbyllim. Një shije të mirë. Jo, hapëm oreksin, rrim dhe pak dhe ham. Mos hezitoni ti përgatisni, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Mënyrën se si e përgatitëm brumin, ne u treguam. Besoj se ishte i kuptueshëm, punojeni pak në tryezën tuaj, sepse sa më shumë ta punoni, aq më shumë elasticitet fiton. Por jo të shtoni miell, thjesht ta punoni duke pudrosur me pak miell. Pak miell, kështu në për të. Jo, dhe kjo krijon këtë. Edhe krijon këto. Shiko, shumë mirë. Shumë i butë. Ikim tani. Tam rahat. Po, është, nuk e kemi kohën dhe mundësin, por ju sugjeroj që edhe këto petullat me këtë mielin, farina, bëhen shumë të mira. Duke shtuar vetëm një lugë sheqer të çajit, ujë sa të marri për punën e petullave, pak krip. Po, do ta bëjmë një ditë tjetër. Mirë, edhe hidhni dhe një lugë lëng limoni, portokalli, lëng limoni. Limoni këtu ndikon që mos të thisin vaj. Bëhen shumë të mira, të buta, fantastike, s'ka nevojë as për baking powder, as për sodë, as për asnjë gjë tjetër brenda, vetëm ky mielli dhe bën mrekullin, bën ato petullat të cilat shijoni juve për mëngjes. Të lumshin duart.
Të lumë shënduar, Kati. Faleminderit. Nesër që në orën 9 me gatimet e tjera, me ide të tjera, me shihet, ju hapim Orexin kështu nga ekrani, por ju mund t'i përgatisni një soj si ne, pak më vonë në YouTube News 24, Villa 24, gjithashtu edhe në Balkan Web, bashkë me recetat, me videon edhe me fotot ilustruese të gatimeve. Ndahemi Kat? Patjetër. Miru pafshim, kalofshi një ditë të bukur në vijim, edhe miru takoshim nesër këtu prapë Patjetër. me receta dhe ide të reja. Shkojmë në publicitet.